Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma amma ba'd. Vëllezër dhe motra, asalamu alaykum wa rahmatullah. Ne fillojmë këtë mësim me emrin e Zotit, duke lëshuar salavat me shpirtin e pejgamberit ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam, duke u lutur Zotit të gjithësisë ta bëjmë mezhlisin tonë mezhlis të hajrit, të rrethuar për engjëve të Zotit, të përmendur për mirë në mezhlisin e Zotit, duke lutur Zotit të gjithësisë në fillimin e këtij viti të ri, ta bëj vitin ton që vjen më të hajrit se sa ai që iku, ta bëj Zoti për atyre që flosojnë boshllëqet dhe mangësitë e vitit të kaluar, dëshmitar për mirë për ne dhe jo dëshmitar kundra nesh, gëzimet, hareja, rrëmuja, çudia të gjithë mbaruan prap. Koha është ushtari i Zotit, vazhdon të punojë tek njeriu harron se koha punon tek ai dhe jo e kundërta. E gëzimi më i madh ka qenë dhe ka për të mbetë çfarë ka në zemër njeriu. Prandaj Kurani famlar thot Zoti se njerëzit gëzohen me shumë gjëra në këtë botë. Ndërsa ju thot mundoni të gëzoni me mirësitë e Zotit dhe me mëshirën e Tij. Është më e mirë se çdo gjë tjetër që mundohet të grumbullojë njeriu. Jeta fillon nga zeroja për shumicën e njerëzve, ndoshta nga minusi, por besimtari gjithmonë akumulon me lejen e Zotit vetëm të mira, vetëm mirësi dhe sevape. Prandaj ai jeton çdo ditë të tij sikur të ishte dita e fundit e jetës së tij. Dhe çdo vit që vjen e mendon se mund të jetë viti i fundit i jetës së tij. Kështu që kurdo që i dorëzohet Zotit, i dorëzon Zotit shpirtin e tij, ai ka jetuar jetën siç duhet. E dyta që dua t'ju përmend, t'ju përkujtoj juve, duke menduar radh parë nga vetja ime, është se ka shumë rëndësi të njihen figurat, historia e shokëve të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Në radh parë se këta janë ata njerëz që Zoti zgjodhi që të jenë njerëzit që rrethuan pejgamberin alaihi salam. Dhe Zoti i zgjedh njerëzit kohën kur jetojnë, shoqërinë që do kenë ata njerëz. Për këta njerëz zgjodhi shokun më të mirë, kohën më të mirë. Prandaj sahabët e pejgamberit alayhis salam ngelen në maj, nuk krahasohet askush me ta. Mund të ketë njerëz edhe sot e kësaj dite që kanë cilësitë të sahabëve, por nuk mund të ketë kur njerëz janë në nivelin e sahabëve. Se sahabët Zoti i zgjodhi të jenë dëshmitar të profetit fundit, shok të profetit alayhis salam. E dyta që unë insistoj në çdo ligjërat, të flasim për çdo figurë, është se secili prej këtyre njerëzve ka qenë dikushi, nuk ka qenë askushi. Dhe profeti alayhis salam e ka vlerësuar atë njeri për cilësitë që ka patur, thjesht këto cilësi i kanë nxitur për hajër, për mirë. Kanë folur për komandant, kanë folur për diplomat, kanë folur për muezin, për bashortin e pejgamberit alayhis salam, secili prej tyre ka një specifik që dallohet në histori dhe ka kontribut në histori. Kështu ishin njerëz që kishin aftësi të caktuara, këto aftësi profeti alayhis salam tha ti mbani, ti forconi, por thjesht ti përdorni për mirë. S'ju kërkoj atyre të bëhen njerëz tjerë. Lini çfarë keni bërë dhe hajdeni, filloni dhe bëhuni njerëz tjerë. Sot do flasim me lehtë Zotit për Amr ibn Asin. Amr ibn As mund themi është ekuivalent me Khalid bin Walidin. Në shumë pjesë të historisë së tyre, ata ngjajnë me njëri tjetrin, si në formën se si kanë qenë komandant, biles për një ditë janë bërë musliman. Në fillim kanë qenë opozitë ashpër, kundërshtar të flakë të Islamit dhe të profetit alayhis salam, kur janë bërë musliman, janë bërë bashkë. Edhe secili prej tyre ka kontribut, nëse Khalid bin Walidi ka kontribut për pjesën më të madhe të Shamit dhe të Irakut që janë bërë musliman, Amr bin Asi është sebebi kryesor që musliman është bërë zona e Omanit, quhet sot sultaneti i Omanit, po ashtu janë bërë musliman Palestina dhe gjithë qytetet e saj, edhe një nga vendet më të mëdha muslimane sot në botë është Egjipti, është produkt i kontributit të drejt për drejt të këtij njeriu të Amr ibn Asit. Këta kanë qenë njerëz të mëdhenj. Jo se çuna pëlqen neve, por realisht
ta kanë shkruar historinë. Sot e kësaj dite, historia mbetet e shkruar siç e kanë shkruar ta njerëz shokët e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Kur përmendet emri i Amr ibn Asit, ka një pseudonim tjetër, i thon Amr ibn Asi, më i zgjuari i arabëve. Ka qenë njëri me zgjuarësi të jashtëzakonshme dhe mjaft diplomat. Dhe gjatë tregimit tonë do të dalim pa kjo cilësi. Ai është djali i një prej fisnikëve të Kurajshëve, i quhet As ibn Wa'il, i ati i tij. Ka lindur Amr ibn Asi rreth 34 vite përpara se të fillonte shpallja e Islamit, ose 47 vite përpara hijretit të pejgamberit alayhis salam. Pra mund të themi kur erdhi Islami ai ishte burr. Prandaj edhe musliman është bërë shumë vonë, është bërë rreth moshës 55 vjeçare. Konsiderohet moshë e thyrë, po ati Zoti i dha jetë gjatë, do të shikojmë se ka jetuar rreth 94 vjeç. Ka qenë nga fisnikët e Kurajshëve, si ai i Jati dhe gjithë paria e Kurajshëve, jo thjesht nuk ishin mbështetës të dashamirës të pejgamberit alayhis salam, por kanë qenë kundërshtar të ashpër, kundërshtar të flak. I Jati i tij është ai që thoshte lëreni Muhammedin se ka për ta shfarosur Zoti se si ka dhënë Zoti djem. Kur të vdesi ai s'ka kush ja trashëgon ato që pretendon Muhamedi, edhe e quante Ebter, i thoshte pejgamberit, kjo është për pejgamberin është Ebter, do të thonë është farsosur. Prandaj thoshte mos u lodhni me të. Zoti zbritin Kur'anin famlar, surën Inna a'tainaka al-Kauthar, fasalli li rabbika wanhar, inna shani'aka huwa al-abtar. Do të thonë armiku yt është farsosur. Ata që të akuzojnë ty për këtë gjë, ata janë farsosur. Pra shile deri në çfarë niveli ishte kundërshtia, armisia që kishin ndaj profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Kur është bërë musliman, tash ka qenë mosha Amr ibn Asi, si Jati i jo musliman. Amr ibn Asi ka qenë rreth 55 vjeç dhe është bërë musliman me dy njerëz shumë të mëdhenj. Rastësisht janë takuar për rrugë, por secili ishte nisur për të bërë musliman. Ishin nisur nga Mekka për Medinë. Është bërë musliman me një ditë me Khalid bin Walidin dhe me Uthman ibn Talha. Kur e përshkruajnë fizikisht Amr ibn Asin, thonë ishte trup shkurtër, mjaft i fuqishëm, kalorës shumë i shkatët, mjaft orator, saqë për të thureshin poezi dhe thureshin histori, dhe ka qenë njëri mjaft diplomat dhe mjaft i zgjuar. Gjithë jeta e tij deri në moshën, mund të themi 55 vjeçare, ka qenë në opozitë të ashpër, në pozicion të kundërt me profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Momenti që del në pa se çfarë force kishte dhe çfarë misioni kishte kundra Islamit, është momenti kur profeti alayhis salam, disa nga shokët e tij, burra dhe gra, i nisi në Etiopi, nga që si ruante dot në Mekë, dhe shkoni sa atij është një mbret tek i cili nuk bëhet padrejtësi, mbreti Nejashi. Kur Kurajshët kuptuan se rreth 80 musliman kanë ikur nga Mekka, kanë arritur në Etiopi dhe mbreti i ka pranuar, i kapi inati, i zu inati dhe dërguan më diplomatin e tyre, Amr bin Asin, që ishte shok i mbretit Nejashi, që t'i rikthente muslimanët, sepse nëse muslimanët merrnin forcë dhe instaloheshin në një vend, ishte minus për Mekën dhe për Kurajshët. Dhe ai, Amr bin Asi, si diplomat që ishte, mori një sasi shumë të madhe dhuratash, dhe arabët për dhurat kishin përgjithësi punimet e lëkurës, dhe dalloheshin lëkurat e arabëve, dhe Nejashiu e donte shumë këto dhuratash, dhe kishte edhe miqësi me Nejashiun, dhe në diskutime sipër, masi i dorëzoi dhuratat, i buqefi mbretit, tha këtu kanë ardhur disa mendjelet, që kanë lënë fenë të parëve tanë, kanë përqarë familjet, shajnë zotat tanë, në shumë radhë, duam që të na i kthesh. Si që tregon historia, Nejashiu tha unë i kthej, me gjithë qef, por dua t'i dëgjoj pse kanë ardhur në tokën time. Edhe aty është momenti kur del Xhafer ibn Abi Talib, zëdhënësi muslimanëve, ku shpjegoi pse kanë ardhur në këtë tokë dhe se si i ka dërguar pejgamberi alayhis salam tek një mbret i krishterë i cili nuk bën padrejtësi. Historia dihet. Të nesërmen, diplomati arab Amr bin Asi, mjaft i zgjuar, kur humbi raundin e parë të bisedimeve, mendoi se si t'ia prishim mendjen mbretit. Dhe tha nesër do ta tregoj unë atyre
do t'i them mbretit në Gjashiut se këta njerëz që rrinë në tokën tënde dhe ti mbron dhe i ruan, këta nuk e besojnë fen tënde. Madje këta e injorojnë besimin tuaj, se thonë për Isajin se është njerëz si gjithë të tjerët dhe nuk është biri i Zotit. E dinte ai që të krishterët ka gjërat po kishin besimin që Isai është biri i Zotit. Muslimanët që në fillimet e Islamit e caktoi Zoti që Isai është robi i Zotit dhe jo biri i Zotit. Dhe të njerëzit i tha, o mbret, këta njerëz nuk e vlerësojnë mikpritjen tënde. Ti nuk di se ç'thon ata për fen tënde. Kur pyeti mbreti çfarë thon për fen tonë, ta thonë se Isai është rob si gjithë njerëzit tjerë dhe nuk është biri i Zotit. Pastaj kur përsëri në Gjashiu kërkoi nga Xhafer ibn Abi Talib çfarë thoni ju për Isai, i tregoi me Kur'an se çfarë thon, atëherë në Gjashiu bëri atë shenjën në tokë, tha dallimi mes nesh dhe jush, mes jush është sa kjo vizë që kam vizatuar në tokë. Edhe tha, ka njerëz nuk i dorëzoj. Pra shihet çfarë momenti. Në shkollë si diplomat, negociator, mjaft i zgjuar, por deshti Zoti që nuk pati sukses në këtë mision. Amr ibn Asi, si që transmeton historia, edhe pse vinte nga një familje shumë e pasur, i ati tyre, një burr i vjetër fisnik arab, i kishte mësuar që ta fitojnë djersën, punën pasurinë me djers, jo me çfarë kishin trashëguar. Dhe i mësonte të bëjnë punë nga më të ndryshme. Nga punët që bënte ishte kabor kasap, zdruftar, edhe merre me tregti si pjesa më e madhe e arabëve. Dhe lëvizte, kishte mbredhur Sirin, Shamin dhe kishte shkuar deri në Egypt. Në Egypt kishte shkuar përpara se të shkonte si musliman dhe si komandanti i muslimanëve. Madje gjatë historisë së këtij njeriu thuhet se një herë ai shpëtoi një tregtar egyptian 2 herë. Herën e parë dikush deshte ta vriste atë egyptianin tregtar, ky e shpëtoi, herën e dytë e gjeti duke fjetur gjumë dhe ishte momenti kur i gjarpur mund ta kafshonte. Kur e shpëtoi 2 herë, u zgjua egyptiani e tha, si do ta shpërblet për këtë që ke bërë, tha, nuk dua gjë. E pyeti, nëse ju mes jush vritet një person, me sa e paguani gjakun, tha 100 deve. Tha, unë nuk di me deve, po tha, egyptiani tha me para, i tha 1000 Napoleona flori. Aq është gjaku një personi. Tha, unë do t'jap 2000 Napoleona flori, se 2 herë ma ke shpëtuar jetën, por si kam këtu para, do të vish me mua në Egypt. Edhe e mori në Egypt. Thonë që kur arritën në Aleksandri, në atë ku Aleksandri ishte qyteti kryesor i Egyptit, port shumë i vjetër, mirë e veçar, gjetën njerëzit se po bënin një festë. Festa e tyre ishte e tillë, domethënë me besimin e tyre kishin një top të vogël prej floriri dhe e hidhnin në ajër. Ati që i binte në preher ishte gjasme një farë shenje si hariti që do të bëhet mbret ai person. Do të bëhet mbret me njerëzit tjerë. Ai duke ecur rastisht kur hodhën topin, shkoi dhe ra në prehrin e Amr ibn Asit. Edhe u çuditën, domethënë, se ky i tha kush është ky, tha ky është arab. Tha ky arabi do të bëhet mbret me ne, kjo punë s'mund të ndodhë. Në fakt, historia tregoi që ajo që i besonin ndodhi realisht, se Amr ibn Asi u bë komandant dhe u bë mbret për egyptianët. Gjithë në këtë periudhë thash edhe një herë ka qenë kundërshtar. Musliman, ai është bërë mas marrëveshjes së Hudejbijës. Kur erdhi marrëveshja e Hudejbijës, ai e pa që Muhamedi alayhis salam do të triumfojë. Ishte i zgjuar, ishte mjaft diplomat, njëri që i kuptonte situatat dhe vendosi të largohet nga Mekka të emigrojë në Etiopi. Jo si shkuan muslimanët, për të keqë pa të shkonte që mos bëhej musliman. Pra të largohej se e kuptonte që shumë shpejt do të vinte Islami në Mekë. Kur shkoi në Etiopi, kishte miqësi, shoqëri me mbretin. Mbretin atë kohë ishte bërë musliman, por mbante fshehur Islamin, në Gjashiu është bërë musliman, por se ka deklaruar Islamin e tij. E pyeti ai, tha, si është puna e vllajt e kushëririt tuaj, kishte fjalën për pejgamberin selam. Çfarë po ndodh me to? Dhe Amri foli me një farë kështu zemrimi i inati. I tha, o Amr, ai është profeti i Zotit. Nuk ke ku ikën prej tij. Ai u çudit dhe tha, dhe ti tha mendon se ai është profeti i Zotit? Po tha, unë mendoj dhe e besoj se është profeti i Zotit. Dhe filloi të flas etiopiani, mbreti i Etiopisë në Gjashiu, Amr ibn Asi, që ishte arab vet, të flas për pejgamberin alayhis salam derisa ati u zbut zemra. Pra mund të themi që sebeb që të bëhet musliman Amr ibn Asi është vetë mbreti i
Etiopisë. Kur e pa situatën të tillë, atëherë Amr ibn Asi vendosi të kthehej edhe një herë nga Etiopia, të shkojë në Mekë për të përgatitur për të bërë musliman. Nga Mekka niset vetëm për në Medinë të shkojë të dorëzohet tek profeti alayhis salam. Gjatë rrugës gjeti Khalid bin Walidin dhe Uthman ibn Talha, dy njerëz shumë të mëdhenj, edhe ata kishin vendosur të dorëzoheshin e të shkonin tek profeti alayhis salam. Sa po i erdhi lajmi profetit alayhis salam, ai njifte njerëzit, i njifte me vlerat që kanë, me historinë që kanë, me kontributet që kanë. Të gjithë bëheshin musliman, por ai nuk haronte vlerat njerëzve. U gëzua shumë kur dëgjoi se po vjen një treshe shumë e rëndësishme, i tha shokëve të tij, Allahu Akbar, po ju sjell Mekka bitë e saj më të mirë. Po vjen si besimtar. Pra, me këtë dëshmi, këta 3 persona janë nga më të mirët e bijve e trive të Mekës. Shkuan të 3, i erdhi radha për t'i dhënë besën pejgamberit alayhis salam Amr bin Asit. Edhe tha kam ardhur për të dhënë besën, edhe tha ma zgjat dorën e profetit Zotit, e zgjati dorën profetit alayhis salam. Amr bin Asi e zgjati dorën e tij, pastaj tërhoqi prapë. Tha profeti alayhis salam, pse e tërheq dorën? Tha unë do ta zgjas dorën vetëm me një kusht. Tha nuk ka islam me kusht, tha profeti alayhis salam. Çfarë kushti ke? Kushti im, tha, është që të mi falë Zotit gjitha gjunafet që kam bërë deri tani, kundra teje. Atëherë, sepse kishte frikë nga çfarë kishte kaluar. Dhe kishte frikë se ndoshta edhe pse bëhej musliman nuk ja falte Zotit të kaluar. Ato ishin burra, nuk ishin njerëz që kishin hipokrizi, kishin lajka. Çfarë kishin në zemër ta thonin? Atëherë buzëqeshi profeti alayhis salam të tha o Amr bin As, a se ke dëgjuar se Islami i fshin gjitha gjunahet e kaluara dhe hijreti i fshin gjitha gjunahet e kaluara? Prandaj ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, të gjithë njerëzit më kanë ardhur si musliman, Amr bin Asi më ka ardhur si besimtar. Çfarë dëshmie? Të gjithë kanë ardhur si musliman, ndërsa ai në një grad më lart më ka ardhur si besimtar. Do të thonë ka ardhur me gjithë vetdijen, se e dinte se çfarë veprimi po bonte. Normalisht kthehet Amr bin Asi nga një person me një urrëtie, me një inat të madh ndaj Muhamedit alayhis salam, një person që kishte dashuri të jashtëzakonshme. Zoti i ka dorë zemrat e njerëzve. Ka pas shumë për këtyre njerëzve që e kanë pas urrëtie të mëdha për pejgamberin alayhis salam. Nuk e shifnin dot me sy. Këta njerëz kur u bën muslimanë dhe vazhbuti Zoti zemrat, nuk e ngopeshin syt duke pa profetin alayhis salam. Zemra është në dorë Zotit dhe kthen Zoti nga dorë. Dhe Amr bin As është një nga këta njerëz. Tha, u bë për mua profeti alayhis salam nga njerëzit më të dashur, betohem në Zot, nuk e shifja dot në sy, se më vinte turp nga autoriteti që kishte ai njeri. Prandaj thoshte mos më pyesni shumë për detajet e fytyrës së pejgamberit alayhis salam, se asnjëherë s'e kam parë në sy. Vinte turp, asnjëherë s'e kam drejtuar sy ta shoh në fytyrë pejgamberin alayhis salam. Por profeti i Zotit e dinte çfarë vlerë ka Amr bin As, çfarë kontributi ka ky njeri dhe çfarë mund të bëjë ky njeri. E mbajti shumë afër, edhe pse kishte musliman që kishte vite që kishin hyrë në Islam, e mbajti shumë afër dhe mas rreth 4-5 muajsh e emëroi komandant ushtrie. Dhe emërohej më njëherë komandant ushtrie në atë kohë, nga vetë pejgamberi sa nuk ishte gjë e lehtë. Por ai sallallahu alaihi wasallam i dinte vlerat e burrave dhe ai të atyre merita që ju takonin. Amr bin Asi pati ndikim shumë të madh, sidomos mas vdekjes pejgamberit alayhis salam, kur një pjesë më e madhe e arabëve dezertuan nga feja. Sa ata besonin që sa është Muhamedi gjallë, e besojnë. Masi vdiq profeti alayhis salam, thanë ne kemi pas besuar atij, kemi pas besuar juve, dhe një pjesë e madhe e tyre që kishin hyrë në Islam me turma, dolën me turma. Në këtë moment dolin pa roli këtyre njerëzve, sidomos roli i Amr ibn As. E dërgoi pejgamberi alayhis salam me një nga fiset më të vështira për tu nështruar, dërgoi Amr ibn Asin në një betejë të quajtur Betejë e Dhatus Salasil. Ushtar të kësaj betejë, të kësaj ushtrie, ishte vetë Abu Bekri Omeri, në kohën e pejgamberit alayhis salam, kjo gjë. Pra bëri atë komandant. Kur Amr ibn Asi kërkoi ndihmë, sepse ishin vetëm 300 persona, 300 ushtarë të sej, ata ishin më mira, i çoi profeti alayhis salam 200 persona të tjerë me krye Ebu Ubejde bin Jarrah. Ebu Ubejde bin Jarrah, një musliman, komandant, dhe ai mjafti Zoti më i vjetër se Amr bin Asi në Islam.
Dhe Ebu Ubejde bin Gjarrah, kur erdhi koha namazit, tentoi të dalë imam. Por Amr bin Asi tha jo, do të rresh në saf, ti ke ardhur të më ndihmosh mua. Unë jam prisi, unë jam komandant. Do thënë, fisnikrin ato mundën e tyre, do thonë se nuk e ulin. Ai ishte ai i që kishte qenë. Pastaj, normalisht vazhdoi betejë, triumfoi Amr bin As. Masi mbrapsht ushtria armike e bëri disa veprime që për ushtrinë ishin shumë të çuditshme. Puna e parë nuk i la muslimanët të shkonin të ndiqnin armiqt. Zakonisht kur kthehej ushtria, mbrapsht ushtria gjithmonë ndiqej ajo ushtri. Kusht kapej gjatë rrugës, domethënë vritë që mos ktheheshin më. Ky bëri një veprim tjetër. Nuk i la që të ndiqnin ushtrinë, ta lërë etikën. E dyta gjë, nuk i lan erdhi natë shumë ftohtë, i zonata në shkretir, nuk i la të ndezin zjarr. Mund të mërziten. Kur unë ngritet në mëngjes, ai ishte imam, komandanti ishte dhe imam namazit. Ai u bë xhunub. Si rregull duhet laje. Edhe njerëzit mund të thënë ai është bërë xhunub. Kërkoi ujë shumë ftohtë, mori tejmum dhe doli imam. Njerëzit nuk e përballuan dot. Edhe shkuan, u ankuan tek pejgamberi selam, i thanë na kërkon prijes një person që bën punë çuditshme dhe i treguan, s'na ka lënë të ndjekim armikun nga pas, s'na la të ndezim zjarr gjithë natën. Do thënë, nduruam të ftohtin dhe është fal imam duke qenë xhunub. E pyeti profeti alayhis salam, pse i bëre këtë veprim? Tu dem pa zgjuarësia dhe në aftësi që kishte Amr bin Asi, kur i tha profeti Zotit se kam bërë nga mendja ime as për inat, por tha ushtrinë tha nuk desha ta ndjek, se ndoshta gjatë rrugës do t'i bashkangjiteshin fisat tjera, edhe ne tha ishim vetëm 300 persona dhe kisha frikë se mos mbesim shokët rrugëve. Prandaj tha më mirë letikin. Natën tha nuk i dash të ndezin zjarr, se në zjarr duket numri, ne ishim vetëm 300 vetë. Dhe armiku mund shikonte se ishim vetëm 300 persona, se muslimanët ku luftonin nga 300 dukeshin 3000. Këtë ndjesi të jepni, ta po të numëronin, po shqipnin se sa pak që jemi, ndoshta mund na sulmonin, prandaj nuk i lash ndezin zjarr, që të ngele enigmë numri ynë, kurse përsa i përket namazit që janë fal pa abdes, tha kisha frikë të lahem me atë ujë, se kisha frikë se vdes, dhe Zoti thotë në Kur'an, mos e çoni veten tuaj në shkatrim. Atëherë u pusqeshi dhe u gëzua pejgamberi selam dhe miratoi çfarë kishte bërë Amr ibn Asi. Në çlirimin e Mekës, normalisht ai hyri në Mekë si musliman, ishin kaluar edhe 2 vite që ishte bërë musliman, kur çliroi Mekën, profeti alayhis salam dërgoi Amr bin Asin të thyej disa nga idhujt që ishin në periferitë të Qafës, idhuj që i mashin nga më të mëdhej, që i ruanin njerëzit me turne. E çoi Amr bin Asin dhe kur e pyeti ai, mbrojtari që ishte, do të tha, pse ka ardhur të prish, ishun të quajtur Siwa. Ai idhulli. Ai tha nuk e prish dot se nuk pranon Siwa, do thënë, prishë, se ka prish do sot kushe kaq më vjet më përpara. Por me një goditje kur rrezojnë tokë, ai u çudit, tha kjo është vetëm gur, apo ne kishim qenë budallë gjithë, ato gurë dru kishin qenë gjithë. Dhe u si puna jote besonin se çfarë janë të gjëra. Pra e zgjidhte profeti alayhis salam për momentet më kritike. Pejgamberi alayhis salam e dërgoi në Oman. Omani ishte mbretëri në atë kohë, i dha letrat në kohën kur profeti dërgonte letrat tek mbretërit, tek prisi. E dërgoi që të çojë mesazhin e profetit alayhis salam. Shkoi në Oman, pyeti kush janë të parë të këtij vendi, i treguan 2 vëllezër ishin të parë të atij vendi. Dhe filloi duke u bërë davet aty. Një herë me të mirë, një herë me të keq. Do të thotë më mirë nëse bëheni musliman, do t'ju lej profeti në vendin tuaj. Po nëse nuk bëheni, mos sot nesër do vinë ushtritë e muslimanëve. Unë kam qenë vetë kundërshtarit Muhamedit, por kam parë se s'ka forcë përpara tij. Derisa ata 2 u bën musliman. Në momentin që ata u bën musliman, i gjithë populli i Omanit u bën musliman. Pra, prandaj thashëm që ai është sebebi që gjithë populli i Omanit është bërë musliman. Qëndroi në Oman deri kur erdhi lajmi që ka vdekur profeti alayhis salam. Profeti alayhis salam ka vdekur, do të themi në 3-4 vite mbas se është bërë musliman. Maksimumi Amr ibn Asi. Kur dëgjoi që ka ndruar jetë profeti alayhis salam, u nis nga Omani për Medinë, në kohën kur tashmë i pari muslimanëve ishte Ebu Bekr Siddiq, halifi pejgamberit alayhis salam. Normalisht prezenca e tij ishte domosdoshme, sepse pas dhe një kishte filluar fushata, vala
e dezertimit në mas të fisëve arabe të beduinëve kishin dezertuar në mas dhe aq rrezik përbëni sa që rrezikohej Medinja të shfarosej. Medinja kishte 2-3 mijë njerëz, aq ishte 2-3 mijë besimtarë. Ata ishin me qindra mira dhe e rrethuan Medinën. Atëherë Ebu Bekri dhe muslimanët morën vendimin që të dalin në sulm edhe të nënshtrojnë këtë revolt dezertimin. Edhe nga ata njerëz që zgjodhi në fiset më të vështira zgjodhi Amr ibn Asin, se e dinte se çfarë forcë kishte Amr ibn Asi dhe ai është sebeb nga sebepet Amr ibn Asi që u nështrua vala ose fushata e kufrit e dezertimit. Ebu Bekri në fakt ka pas një zakon. Çfarë njerëzish i kishte lënë pejgamberi selam në postë dhe kishte vdekur pejgamberi, në atë gjendje nuk donte të ndryshonte. Se ka vajs me atë metodologjinë nuk mund ta ndryshojë një punë që e ka lënë pejgamberi selam. Nuk e ndryshonte, vetëm do të thënë kur shifte që nuk ka zgjidhje tjetër, por edhe në këtë rast atëherë kërkonte leja atij personit. Amr ibn Asi ishte i pari i Omanit. E kishte lënë pejgamberi selam si njëri që mblidhte zeqatin Omanit, menaxhonte, do të thënë zeqatin dhe e kishte shumë siklet Ebu Bekri që ta dërgonte në vende të tjera. Ai ishte komandant Amr ibn Asi dhe shkroi një letër, tha unë jam nga ata njerëz që nuk e ndryshoj vendimin që ka lënë pejgamberi selam, ty të ka lënë profeti selam në Oman, unë fakt kam shumë nevojë për ty dhe gjithë muslimanët kanë nevojë për ty, po deshe pranoje miratik propozimin tim, po nuk deshe, unë nuk të luaj prej aty ku je. Edhe i tha që unë kam nevojë të të çoj në Palestinë. Palestina atë kohë, Palestina, Shami ishin gjithë tokat të perandorisë romake, bizantine, nuk ishin muslimanë normalisht. Por Amr ibn Asi ja kthen me një letër me mjaft etik dhe thotë: "O khalifi i pejgamberit alayhis salam, ta dish mirë që unë jam një prej shigjetave të Zotit, më luaj ku të duash se unë do të bindem. Unë jam shigjet e Zotit, ku të duash ti unë shkoj." S'ka ka gjë me postë në këtë gjë, atëherë u gëzua shumë për kësaj fjale, Ebu Bekri dhe e caktoi si komandant të një ushtrie që do të drejtohej për në Palestinë. Edhe në Palestinë, do të thënë, ai i ka nështruar qytetet njëri mbas tjetrit, Palestina tash ishte pushtuar nga bizantët. Muslimanët nuk është se kanë luftuar kundra vendasve, vendalive, kanë luftuar kundra ushtrive të perandorive, o të persëve, o të romakëve. Në përgjithësi kanë pas punë me vendalit, me banorët e vendit. Vetë banorët kanë qenë pushtuar. Dhe prandaj thash, një nga sebepet kryesore që Palestina është kjo që është sot, dhe Beitul Maqdis është kjo që është sot, një prej sebepeve, se ka pas të tjerë, është Amr ibn Asi. To vende të shenjta që historikisht ka 1400 vite që janë muslimanë dhe do të jenë deri në kiamet, do të jenë dëshmia më gjallë e Islamit. Një nga këto sebepeve është Amr ibn Asi, prandaj them që këto njerëz kanë ndikim të madh. Këto njerëz kanë shkruar historinë. Në një nga betejat anësore me armikun në tokën e Palestinës për të dalë pa zgjuarësia, ai deshi të nuhaste se si është gjendja në ushtrinë tjetër dhe deshi të bëjnë negociata me komandantin. Kishte frikë të dërgonte të dikon nga njerëzit e vet, se ndoshta mos nuk dinte të negocionte siç duhet, dhe u nis vet gjasme se është një ushtar, një korrier. Jo se është ky komandanti i ushtrisë. Shkoi në diskutime sipër me komandantin e ushtrisë, ka unë u prezantua si korrier i thjeshtë. Dhe korrierët nuk vriteshin. Ky ishte rregulli i ligj. Korrieri asnjëherë nuk vritej. Negocionte, nëse arrihej marrëveshje mirë, nëse nuk arrihej, ai kthehej, do të thënë, shëndoshë mirë dhe tregonte se çfarë kishte arritur marrëveshje. Por komandanti i ushtrisë romake kur foli me këtë njerëz tha ky nuk mund të jetë korrier. Ky është një nga komandantët e ushtrisë ose është emiri i tyre. Vetë nuk e vriste dot. Kështu që urdhëroi një nga rojtarët e tij rojet ta kur dalin nga dera, pasi të dalë prej vendit tim, prej zyrës time, mezhlisit tim, vrite. Se tha, nuk kam rast më të mirë për ta vrarë komandantin e mirin e muslimanëve. Duke dalë një krishter arab. I krishter pra ma arab ishte. Kuptoi se çfarë ndodhte dhe i tha, më thanë o vlla ose o mik, ti tha hyre shumë mirë, mundohet dalish mirë. Kaq ishte sinjali. Shumë mirë hyre, po edhe kur dalish mundohet dalish mirë. Në ishte sinjal që tu është një plan, një kurs kundra teje. Amr ibn Asi e kuptoi situatën dhe nuk doli jashtë, u kthye edhe një herë e tha mbretit tha,
u mrekullova nga fjalimi me ty. Në fakt tha, unë tha nuk jam thjesht korrierka, po jam një nga komandantët që emirin e ka caktuar. Jemi 10 të tillë. Tani që ma mbushë mendjen mua, a shkoj të them 9 të tjerëve t'u mbushish mendjen atyre, se timi gjithë me një mendim, se ndoshta se pranojnë fjalën time. Ai komandanti tha, më mirë të mbi 9 e t'i vrasë se sa një nuk bën shumë dobi. Edhe e la të lirë të largohet. Pra, këto janë disa nga pozicionet që ditën pa zuarësia dhe aftësia që kishte Amr ibn Asi. Këto është pjesa, mund të themi, gjysma historisë së Amr ibn Asi. Ndikimi i tij më i madh, i këtij njeriu, i këtij sahabiu Zoti qoftë i kënaqur me të, është ndikimi që ai ka mbi tokën e Egjiptit. Sot nga vendet më të mëdha arabe, 80 milion musliman sot, që quhet nëna e botës, Egjipti, me çfarë pasurish ka, me çfarë njerëzish ka, një nga shkaqet që këta njerëz janë bërë musliman është Amr ibn Asi. Shite çfarë thotë. Amr ibn Asi është ai që ka bind Omerin radiallahu anhu për Egjiptin. I thoshte, filloi e njifte Egjiptin ai, ishte njëri kishte lëvizur, e dinte ndikimin e Egjiptit dhe filloi të flas Omerit për rëndësinë që ka Egjipti. Egjipti ka dalë ndetin me zell. Egjipti ishte hambari i perandorisë bizantine. Egjipti kishte shumë pasuri brenda, kishte shumë njerëz. Edhe filloi të flas, nëse ne marrim Egjiptin, realisht mund të hyjmë në pjesën tjetër të perandorisë bizantine dhe atëherë nëse s'marrim Egjiptin, ne jemi me krah të kaputur. Omer radiallahu anhu nuk deshin ta. Nuk deshte sepse ishte përplasje, ndoshta e parakohshme me një perandori të madhe si perandoria bizantine. Egjipti ishte një vend që nuk tolerohej kollaj. Prandaj ai hezitonte shumë, por i tha Amr ibn Asi. Pastaj Omeri tha, po ne nuk kemi ushtar, nuk kemi njerëz. Maksimumi mund të blidhesh gjithë muslimanët 20.000 ushtar. 20-25.000 ushtar. I tha Amr ibn Asi, unë dua vetëm 4.000 persona. Atëherë Omeri tha 4.000 persona, të ballafaqohet me perandorinë bizantine, ku vetëm në Aleksandri, perandoria bizantine kishte 50.000 roje si gardë, arrin vetëm si gardë, domethënë, ruanin. Lënë pjesën tjetër të ushtrisë, ta si mund ta pranoj diçka të tillë. Po tha, më jep 4.000 persona, më jep leje, e unë gjej 4.000 persona tha, dhe mos shkërpem më gjë tjetër. Omer radiallahu anhu tha, mirë, tha, bëj gati të 4.000 persona, por tha, kur do që të vi letra ime, po të thash ktheu do të kthesh gjatë rrugës. Mirë tha Amr ibn Asi. Por në fakt në niyetin e tij ishte që të hynte në Egjip. E dinte ai që Omeri nuk do të pranonte kollaj. Realisht aty ndodhi, i mlodhi 4.000 ushtarë dhe u nis. Hyrin krahun e Palestinës që tashmë ishte bërë musliman dhe filloi të nxitojë me gjithë ushtrinë, sepse në haste që nga moment mund vinte korrieri i Omerit i thoshte ktheu. Në fakt kështu ndodhi. Omer radiallahu ul me shokët e tij dhe diskutuan për ushtrinë e Amr ibn Asit dhe sahabët ishin të mendimit që më mirë mos hapim një front të ri lufte, mos ta hapim atë. Prandaj i shkruajti Omeri. Kjo letër është nga prisi besimtar Omer ibn Khattabi, nëse të vjen letra përpara se të kesh hyrë në tokën e Egjiptit, ktheu ku ti je. Nëse ke hyrë në Egjipt, vazhdo me emrin e Zotit se ne po hyjmë në një vend nuk kthehemi më. Se do të mendojnë njerëzit që u tremë. Amr ibn Asi nuk hati se çmund kishte në letër, prandaj e merrte ushtrinë nga një vend me një vend tjetër që mos e kapte korrierin. Derisa hyri në një zonë që ai fakt e dinte se është toka e Egjiptit. Momenti që i zo korrieri i Omerit radiallahu anhu dhe i pyeti shokët e vet, ai dinte ka poshtë në çfarë tokë jemi, në Palestinë apo në Egjipt? I tha, jo kemi, sapo kemi hyrë në Egjipt. E po mirë tha në ka një letër nga prisi besimtarëve, e hapi letrën dhe tha, nëse keni hyrë në tokën e Egjiptit, atëherë mos u ktheni mbrapsht, por nëse nuk keni hyrë, do të ktheheni ku jeni. Atëherë sipas rregullave na bie që të vazhdojmë se ne kemi hyrë në tokën e Egjiptit. Pra, është insistimi i këtij njeriu i Amr ibn Asit që të hyrë në Egjipt. Ajo që ka ndodhur në Egjipt realisht janë të gati të paimagjinueshme, sepse të përballesh në atë kohë me 4.000 ushtarë me Egjiptin vendalit ishin koptë të krishterë, por të nështruar prej bizantinëve. Kishin ato hallë probleme sa të duash, ishin skllëpër të perandorisë bizantine. Por prapë nuk pranonin dot një pushtues të ri që ishin, muslimanë. Do të shikojmë më vonë se një nga shkaqet që muslimanët kanë pas sukses kanë qenë vendalit, sepse ata përpanë cilën e muslimanëve, i mbështeten muslimanët që ishin fe tjetër kundra bizantëve që kishin një fe me koptët, me krishterët. Përkupan sjellën dhe
çfarë besimi kishin muslimanët. Amr bin Asi në një nga betejët e pa vetën shumë keq, 4.000 persona, një pjesë ma që i vriteshin nëpër betejë, po hapte qytetet njëri mbas tjetrit, të gjitha qytetet i ka çliruar me aftësitë e tij. Thonë komandanti i ushtrisë bizantine ishte një person i zgjuar si Amr bin Asi. E quhen Artamon ato. Dhe kur dëgjuan muslimanët dhe Omeri sa i zgjuar, ai ishte komandanti vetëm me mendje punonte. Kur dëgjoi me zgjuarsinë, Omeri tha do të çojmë Artamonin ton, që ka për ta nshtuar Artamonin e Bizantit, se ka rënë për Amr bin Asi. Edhe thonë, historia tregon detaje shumë të çuditshme, domethënë se secili komandant bënte plane dhe tjetri ja kuptonte se ç'mund kishte bërë, domethënë. Pas spionazh, vetëm nga imagjinata se çfarë mund kishte thurë tjetri, por dilte në çdo situatë Amr bin Asi më i zgjuar, më ishte besimtari ka gjithmonë forcën e Zotit me vete. Një betejë thashë pa vetën në ngushtë, me 4.000 persona, ishte pa imagjinueshme edhe kërkoi ndihmë për Omerin. Tha unë po hec shumë mirë, por më duhet patjetër ndihmë. Më duhet paktën 8.000 persona. Omeri tha 8.000 nuk kam, edhe i shkruaj një letër, që kam sjell 4.000 persona ushtri dhe 4 komandant që është 1 me 1.000. Kjo është historia që ka dërguar 4 vetë, që ka thënë të 4 janë për 4.000. Kur pa ushtrinë, erdhën 4.004 persona. Tha që unë kërkova 8.000, tha, atëherë lexoi letrën, tha ke 4.000 ushtarë, në krye të secilit prej tyre është nga një njeri që është 1 me 1.000. Kush janë këto persona që Omeri i llogariste 1 me 1.000? Ubade ibn Samit, Zubair ibn Awam, Miqdad ibn Aswad dhe Mughira. Këto 4 persona Omeri i llogariste 1 me 1.000. Edhe tha ashtu ishin, domethënë nga 8.000 dhe 4.000 dhe 4 komandant, dhe ta njerëz treguan që janë me të vërtetë janë 1 me 1.000. Në fakt, gjatë gjithë rrugtimit për në Egypt është vend shumë i madh. Ky Egypt që është sot, ky Egypt që në atëherë, por ata në çdo hap që hidhnin kishin parasysh një fjalë që u kishte dhënë pejgamberi selam ka qenë gjallë. Kishte thënë, do ta shlironi tokën e Egyptit, por tregoni të butë me ata njerëz se me ta keni lidhje gjaku dhe miqësie. Çfarë lidhje gjaku dhe çfarë miqësie kanë muslimanët me egyptianët? Lidhja e gjakut është se Haxheria, gruaja e Ibrahimit alayhis salam, është prej Egyptit. Dhe profeti alayhis salam është nga pasuesit e Ismailit, birit Haxherës. Kjo është lidhja e gjakut. I biri i keni dajallar ata. Ndërsa lidhja e miqësie se Maria Kiptie, një nga bashortët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, është prej Egyptit, me cilën pati vetëm një djalë, Ibrahimi, i cili i vdiq rreth 1 vit e gjys profetit alayhis salam. Përveç Hatijit vetëm me atë ka pati një djalë, i fëmijë. Kështu që kishin lidhje, ta keni lidhje gjaku dhe lidhje miqësie. Pra me këtë shpirt hynin muslimanët, kemi të bëjmë me njerëz që janë dajallarët tanë dhe janë miqtë tanë. Pra dhe shumë u ndikuan për mirë egyptianët, koptët, dhe në çdo hap i kanë mbështet ata muslimanët kundra bizantëve që ishin krishterë, si puna e vendalive. Por duke parë të sjellje, ata u bënin muslimanët dhe nuk u bën me Bizantin. Qyteti më i vështirë që u desh të shlironte Amr bin Asi ishte Aleksandria, në atë kohë, domethënë qytet, se thash kishte paktën 50.000 persona vetëm roje që ruanin Aleksandrinë, e rrethoi atë për disa muaj, derisa ka shumë detaje, nuk mund të zgjatem, domethënë çdo detaj të futem tani, por derisa më në fund perandoria bizantine e pa veten që duhet bënte patjetër marrëveshje me muslimanët. Nuk kishte zgjidhje tjetër. Kështu që u bë një farë marrëveshje, ku paguaj një farë haraçi, do të thënë jo i vogël, ku vënë disa rregulla siç kërkuan muslimanët. Ajo që ndodhi në momentin që Egypti u bë musliman, në kuptohet, domethënë është bërë musliman një vend i cili konsideroi hambari perandorisë bizantine. Bante perandorinë bizantine që ka gjysmë e botës. Sepse Zoti ka bekuar Egyptin me shumë pasuri, prej tyre është Nili. Nili lumi më i madh në këtë botë, i cili është nga lumet më pjellor, delta Nilit nga vendet më pjellore në tonë, dhe i shkruajti Omer radiallahu anhu Amr bin Asit, ishte viti i Uris, i Zis së Bukës. Tha, a kështu e haron vllajin e tij, ju jetoni, tha, në ato kushte, me të gjithë mirat e vëllezërit tuaj po vdesin për bukë këtu? Atë na i tregoi që kemi nevojë për ushqim.
Atëherë i ktheu përgjigje Amr bin Asi, tha, mos u mërzit o prisi besimtare, do të sjell unë karavane me ushqim, që i pari do të jetë atje në Medinë e i fundit do të jetë këtu tek unë. Dhe thonë muslimanët nuk kanë ngopur me ushqim përveç se ku është bërë Egypti musliman. Është hera e parë që e kanë ndjesë se do thotë të ngopesh me bukë dhe me ushqim. Pra, realisht shtjehimi i Egyptit ka qenë një diçka shumë e madhe. Gjatë udhëtimit të tij në Egypt ka disa histori shumë të lezetshme. Një prej këtyre historive është se në vendet ku fushonte ushtria muslimane dhe bi çadra e komandantit Amr bin Asit, çadrat arabët i thonë fustati, thonin asaj çadras ushtarake, të nesërën kur u gdhin në mëngjes, erdhi urdhri për të shkuar çadra dhe për të vazhduar rrugtimin, Amr bin Asi pa se në kulmin e çadrës së tij, një plumb kishte vënë vezët e tij dhe po i ngronte. Edhe atëherë tha, ne do ta bëjmë kështu tha. Çadrën time nuk do ta lëvizim. Meni çadra të tjera, kjo çadra tha nuk është më për ne, por për këtë plumb. E la aty. Dhe më vonë me kalimin e kohës, njerëzit nga dashuria që kishin për Amr bin Asi nuk ishte vend i populluar ai vend. Filluan mos nuk e prekin këtë çadër, filluan të ndërtojnë shtëpitë rreth kësaj çadre dhe derisa u bë një qytet që ka emrin qyteti Fustat. Nga qytetet e mëdha, më këtë me miliona njerëz sot në Egypt. Do të si shenjë respekti ndaj kësaj çadre, të cilën Amr bin Asi e la, domethënë, si shenjë mëshire për këtë plumb. Pra, vezët e një plumbi dhe mëshira Amr bin Asit është sebeb i një qyteti të tillë siç është sot në Egypt. Në moshën 94 vjeçare. Në Kairo, në atë kohë Kairo nuk njëve me këtë emër, kishte zona po jo me këtë emër, Aleksandria ishte qyteti i madh. Ati erdhi vdekja, ka qenë ditë Bajrami, dita fitër Bajrami, dita kur ka vdekur. Në Egypt, në Kairo ka dhe i xhami të madhe, atëherë ishte në periferi të Kairo, tash është në zemrën e Kairo, se Kairo është qyteti i madh, e quajtur xhamia e Amr bin Asit, xhami shumë e madhe. Bile ka një histori kjo xhami që është ankuar një prej krishterëve që i ka hyrë pak në tokë xhamia aty në tokën aty dhe urdhëroi të prishet një pjesë e xhamisë Amr bin Asi. Ti lirohet toka aty të krishterë, sepse vendalit ishin krishterë. Nuk kaloi shumë kohë, do të thonë për punë 100 vitesh afërsisht gati gjithë Egypti u kthye nga krishterë 100% në 90% musliman, 10% krishterë, pak a shumë siç janë sot, kanë qenë në këtë formë. Por ai që është fakt se Amr bin Asi nuk ka luftuar me vendalit, me egyptianë në koptët në krishterët, po ka luftuar me perandorin bizantine që kishte pushtuar këtë vend. Tash edhe një herë në moshën 94 vjeçare i vjen vdekja. Në momentet e vdekjes së Amr bin Asit janë regjistruar në librat e historisë dhe janë të shumë përpara vdekjes. Fëmijët i thonin, po ti je nga ata njerëz që të ka përdorur profeti alayhis salam si komandant kur ai ka ndruar jetë, ka qenë i kënaqur me ty, pse mërzitet, domethënë. E thoshte, jeta ime ka kaluar në 3 faza. Një fazë e jetës time, rreth 55 vjeç, kam qenë kundërshtar i hapur i Muhamedit alayhis salam. Po të kisha vdekur në atë kohë, e kisha të sigurt zjarrin e xhenemit. Pastaj, kur u bëra musliman, më mush zemra me dashurinë për pejgamberin alayhis salam dhe si respekt nuk e ngrija dot sy ta shifja në sy atë, po të kisha vdekur në atë kohë, do kisha shumë shpresë se do të jem nga banorët e xhenetit. Por tha, Zoti më dha jetë të jetoj mas vdekjes pejgamberit alayhis salam, ku mu hap dynjaja nga të 4 anët, ku bën të mira, ku bën dhe shumë mi bërë dhe gabime, ta tani nuk e di sa ti them vetes a je nga banorët e xhenemit, a je nga banorët e xhenetit. Dhe thonë që ai gjithmonë kur shihte një person duke ndruar jetën në ato momente, thoshte as sikur të kisha një njerëz që më tregon se çfarë po heq tani, njëri që të zgjuar dhe të më përshkruaj momentet e vdekjes. Edhe kur e pan vetë këtë, fëmijët dhe njerëzit e afërt i thanë ti ke qenë nga ata njerëz që ke pas qejf ta dish se ç'përjeton tjetri kur po i vjen vdekja. A na tregon se çfarë përjeton tani që po të vjen vdekja. Tha, nuk di se çfarë të them, por më duket sikur qielli është bashkuar me tokën dhe mua më kanë futur në mes, sikur në kraharor më ka vënë Zoti një mal, edhe më duket sikur po marr frym në vrimën e gjilkorës. Ky është nga përshkrimet e vdekjes që i ka bërë Amr ibn Asi dhe duke qarë, duke thënë o Zot, o i plot fuqishëm, ku sot jam njeriu më i dobët,
ti më ke urdhëruar, edhe jo gjithmonë i kam bërë urdhrat tuaja, ti më ke ndaluar, jo gjithmonë i kam respektuar ndalesat tuaja, prandaj sot vetëm faljen tënde dhe kërkon të më thënë falje Zotit duke ngritur dorën e tij dhe vdiq në këtë formë. Dhe tash varri i tij dhe xhamia e tij domethënë sot në Kairun e sot. Kjo pak a shumë është jeta e një komandanti të madh, njeriu që ka shumë ndikim në Islamin e sotëm, Amr ibn As, Zoti qoftë i kënaqur me të, me shokët e tjerë të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, e Zoti bëft për nesh njerëz të cilët kanë ndikim apo paktën kanë shqetësim për të patur kontribut, siç kanë patur edhe këta njerëz të asaj kohe. Allahu e shpërblet me të mira. Selamun alejkum wa rahmatullahi wa barakatuh.